Territori i Kosovës për datën 26 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me intervale me diell dhe vranësira të pjeshme. Paraditja do të jetë e freskët me kthjellime, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 0 deri në 11 gradë Celsius, Podujev -1 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj -2 deri në 11 gradë Celsius, Pej 1 deri në 11 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius, Gjakov 1 deri në 13 gradë Celsius, Malishev 0 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan -1 deri në 9 gradë Celsius, Perizaj 0 deri në 9 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius, Suharek 0 deri në 12 gradë Celsius, Prizren 2 deri në 10 gradë Celsius,